Rama miq të studios tonë podcast Essence, fillojmë të edicion të tretë të gjatë të këtij muaji dhjetor me një risi e cila i takon në qytetit tonë shumë risi të tija që ka pas me sportin, artin, inteligjencën e të tjera sonde do të nalena në fotografin pra, e cila me dishepujt e saj, Marubi, Pici, Jakova dhe Raboshta, e ka lanë gjurmë të thedha, edhe ka lanë pa tjetër edhe pasars, një për të cilëve sonde unë e kam fëtu në studio, është Pinjolli, shoku jem, miku i tanë klientelës shkodrane, i cili ka ba emën dhe e ka mërojt emnin Jakova me shumë profesionalitet sonde për ju, për mu dhe për knatësin e publikut. Në studion tonë është tiftum Nikolin Jakova. Mirë mrama, ju falenderoj mikun tem Sander Ruçi për ftesën që më ka ba në podcastin e tij. Mirë se vjen knatësia shkrete jam Janiko, unë e kishe me ditë me thjerë noshta dhe i grumull fotografista shtjerë, por duke pas marrëdhënie, duke pas parasysh edhe backgroundin tuaj intelektual i cili na kallzon mas mirë gjithçka që ka në këtë histori, sepse babai i Nikolinit, pra Del Jakova, këtë zanafillë ka nisë qysh 1930 dhe po bëhen 100 vjeç, e kush ma mirë se Nikoja nuk do të na i kallzojnë se çka kanë gjatë në Shkodër me fotografin, si ka kalu, si ashtë evoluar deri në ditët e sotme. Niko, a mon mend fëminin si ka fillu indicjet, qefin, jo vetëm trashëgimia, si e ke fillu, si ke dënë jetë me aparat në dorë? Unë për i babës ma i mend shumë pak. Ma i mend atë laboratorin Bardhëzi, ku fute fotografia dhe për e bardh fillot të dalë dhe delte figura. Po ata fatkeqësinë që baba diçka dhe mlejt të ri. Mas një vjetet, unë fillova punën, edhe hina... Në moshën? 14 vjeç. Shef? Fillimet e fotografisë mi ka mësua Angjelinë Nenshati. Shefi? Që na ishim kujshi, e miq e tjera. Ty kënë se Angelini ishte shumë i zanën me aktivitetet, qytet e tjera. Shokët e miqt e mandaj mrapa që u bane kolekt e mi, me të babs, ma frune dhe më dhimone bëjagi në mësimin e fotografisë. Step by step ti fillove mësove fotografi? Aty mandaj fillova profesorin e fotografisë. Ishte koha kur këto fotografë dhe këto emnat shqumë qytetit tonë në mjeshtrat fotografisë punoshin privat, ishte koha që atëherë Atëherë na punoshim ndërmarrje shtetërore. Do me thonë... Ndërmarrje riparim shërbime. Riparim shërbime dhe këtu flitet... Që kam punu për 17 vjetë. Në riparim shërbime. Me sa di unë Shkodra ka pas një grup të talentum, me sa maj mendon Hilmia, Pa tjetër, Lek Voci, Hilmi Mustafa, Mirash Voci, Lazar Kolleli. Unë kam pas fatin e mirë që kam punu dhe me Pjetër Marubin. Më falë, me Pjetër Raboshten. Pjetër Raboshten. Pjetër Raboshta, Gabova, Pjetër Raboshta. Urna? Punot në laborator në atë kohë. Edhe kur fotografinat që na bashim jashtë natyrë, e bante punën Pjetër Raboshta, shifshë ndryshim. Në sensin e? E cilësisë. Cilësisë. Ai nuk dite me punu keq. Ishte dite vetëm mirë me punu. A ishte keq me grupin punot, ai punot e për shtetin këtë rast? Ne kishim proceset e dame. Unë me shokët e mi, me kolegët e mi, Delshin terren. Punoshim natyrë. Shvilloshim filmat, nërsa kishim laboratori bate stampimin e fotografiave. Laboratori ka pa kanë Bebaj Rushdia? Ja, ka kanë Muhamet Boriqi. Muhamet Boriqi, cilin e përshnesim se Muhametin e takoj ashtë ala gjallë. Pa. Ai ka bet maj vjetri. A shef? Pa. Në laborator? Ma ne kanë edhe laboranta tjerë. Kushtet laboratorike, Niko, kanë artizanale, pa tjetër në atë kohë? Si thot për? Në sensin e për mi la fotografiat, mi shtampua me tëna? Procesi ka kanë proces analog. Që do të thot? Procesi analog ka kanë me ba gjithçka me dorë. A shef? Pa. Edhe ata procese
pak të automatizume që ishin ba në kohën e sektorit privat deri në 1965-ën, në nërmarrje nuk u përdorne, punone u kthyne ma mrapa. A shef? Po, sepse ishin vaskat, ishin sahatat me kohë e shumë gjana tjera, që ata punone në mënyrë ma primitive. I kështu ka kanë mërë Sander. A ja, me sa di unë nërtesa ka kanë diku ku kena pas dyqanin e ku ke ti dyqanin për ballë. Njëta për vallë, ito për ballë. Aty ka kanë këtë laboratori. Kena pas në rrugë. Ku punon Tafa Berberi sot. Po. Bukur. Aty si ushqim. Deri në fund ku është sot de facto. Bukuri. Aty kena mëll. Bukur. Ka pas fluks fotografisht në atë kohë kur ke fillu ti. Ka pas punë, ka pas ashdash fotografia. Patjetër. Ju keni kanë gjithmonë në udhëzimin edhe ju kanë udhëheq. Dita dile që njerëzit kanë pushim, kanë dalë me shëtite, kanë batan familjet fotografina. Ashtu, e? Janë kujtimet të të viteve. Bukur fort. Mund të kanë 10-15 fotografi. Njashtu. Terreni kryesor kanë lulishtat, për shembull peizazhe. Lulishtat, shkollat, ndërmarrjet, aksionet, zboret, gjithkund kena kanë. A ishte e planifikuar me gjithçka mërna stafit tuaj apo kishte një direktiv që kishte terminalin që ju hellte në punë të gjithëve për herë? As kur gjasande, vetëm na kena kanë të lirë me dalë me punu, edhe dash me realizu planin. A dash me realizu planin? Për realizu planin kuptohet edhe kena marrë rrogën. Keni marrë rrogën, jeni të... Jena shpërbly kundrejt punës që kena ba. Bukur fort, a ka pas rritje për shembull rrogësh ose ka pas specializim, keni pas specialista që ju kanë mësu, e ju kanë dhënë direktivat se si bëhet fotografi, ose kanë pas vendet e caktuar ekipi që keni pas ju, i kja pesje me Nikon kry ka me shku për shembull me fotografu një çfarë në teatr, 2-3 tjerë stadiumin e tjera. Ashtu kanë gjithkund kus kena hi. Për shembull, në pallat sportit i kam ba unë pothuajse tanë aktivitetet. Me basketball, me volleyball, me ping-pong, me gjimnastikë, me fotografi i sportit. Pallati sportit, qira sa të kisha madhe. Po, fotografi i sportit me fjalë. Po. Se disa herë majnë kam pati të fotografu ma sportet në futboll. Edhe në stadium kam fotografu në i gjanë, po kërësisht ka kanë Hilmia për stadiumin që ka ba ma shumë punë, edhe ju meri, mandej mrapa. Kështu kanë ta punë. Nuk kanë se kanë me urdhën dame. Ashtu, e? Po. Ja, se e ka pasi menaxher, do ta ketë pasi menaxher që ju ka shpërdon në vende. Unë kam shku mirë me sportin, me administratorët e sportit, kam ba punën, ata kanë knaqën, ishtu kanë shku punët. Si punë? Mandej na, ishtu ma sa ndërzvore, ndërmarrje, kus kena hi, kus kena fotografu. Po, kur ka kanë puna për shembull që kanë ardhur autoritetet e larta të shtetit, janë kanë caktuar fotograf për mi fotografu. Atëherë na kanë caktuar. Se ju ka caktuar atëherë? Po atëherë na kanë caktuar. Mos me ju drillëdora, qa? Ja, po, nuk ka mujt me elan atë punë në dorë të lirë, apo shkon as po shkon kush. Për shembull, kur është inauguru salla lojnave, ish mapa e dikushme, ka Ramizalia, edhe më qunë e mu me fotografu. A, shef? Se Angelini ishte dikon tjetër i zanën. Po si? Shtu. Si ka kanë jeta juj në grumu, në kolektiv? Ne kena shku mirë gjithmonë. Jeni po ashtë duke edhe në... Pa, gjithmonë kena shku mirë. Mas punit kena pi kafe, kena bisedu për problemet e punës. Sigurisht që jeta bën vetën edhe vitet ecin. Po atjetër, dikusha ka një ri, dikusha ka në ma plakën, nuk ashtë ma, a mon me nëj shok tanin që ashtë në Shkodër sot, po ka tjerë që janë edhe jashtë shtetit edhe kanë vazhdu punën me aparatin. Këta që kanë emigru, se kështu e ardhi koha, nuk shof se kanë marrë pjesë me, nuk janë vazhdu fotografinë. Nuk kanë vazhdu ma fotografinë. Sepse me vazhdu fotografinë, me shku në për Europë, është pak e vështira e punë. Me zanë vënë e drejtë. Ma dhe i këta tjertë kanë vazhdu këtu në Shkodër. Me qartë për Nikolinin, në përgjësi, jashtë radhët për të pysë fotografia. Në përgjësi, me kanë fotograf. Për shembull, në sensin e obligimeve,
je për shembull të fotografu në një mramje qefit, a ka ndodhur me thirr mramje hallit, ose je ty gjithkohë. Të kanë qu për i gjumit që do të vish me Pas fotografi. që flet disa herë. Ka pas gjallë Disa herë për raste rreziku, disa herë. Ashtu, Pasi. Po, në sensin e pagës, po quajmë në atë kohë, në kohën shtetënore, a kanë morrit në kategori për me fitu pos planifikimit edhe pos personifikimit si fotograf. Normalisht që kanë me kategori. Po si? Unë për të ftoj një shembull, se unë kam punu dhe para ushtrijet, shkova ushtar edhe kthehem për ushtrijet, fillova punën. I thamë asaj shefe skuadrit, i thamë me 3 janar, i thamë po rri pushim deri me 15, thamë, pandej po filloj. Ja, tha, nesër me fillu. Ja, thamë, po filloj. Edhe filloj punën, shafun janë të më pagu ma pak. I thamë nërmistës, i thamë, unë kam punu ma shumë, i thamë, se ka mundësi, jam të më pagu ma pak. Shikja, tha, jenë aty të pagu me kategorit parë, tha. Unë tha me kategorit parë. Unë po hi e marrë në 2-ën e 3-ën e qatjerë kategorit, po t'i rrujt ana. Profesionin e gjedit? Edhe shkoj me marrë kategorinë. Më pyesin antarët e byrës politike. Pa i sot e ma. Pyesin kush janë? Po marrë kategorinë për fotografi. Mu ngrit. Më pyesin antarët e byrës politike. Unë si moshe me kanë marrë, I përmenda 2-3 emna, dikush në mëj për jemen, dikush malone dikur kategorinë se, po, si ishte punë e punë. Kjo ka ekzistu, jo vetëm të fotografët, po ka dhe rastjetës. A do është me ditë, kja, nuk është Barcelet, po në të ka dhe i disa. Si historia partisë në lanë në shkolla, më rëburt në... Pikërisht i këtë deshte me të kalzu, e pyesin njerin, ma si kështë e thanë shumë, do të me marrë kategorinë e 7, edhe e pyesin për antarët e byrosë politike, një nërë ta i thojnë, kush është fotoqami? Qesha i në nëzalli duket pyetje letë, pari në pyetje tjetër, thërë se kja pyetje kërët e letë, thot fotoqami, se mbi ka mund kusha fotoqami. Po si po duket e letë, antari byros politike, pra fotoqami, kush është fotoqami? Do një mi gazu kusha fotoqami, pa. Fotoqami është vendi ku dalin fotografi qantë. Del Maria është thërë në gati e fusit, ka pasën e kësir ashtës. Mund është me më thanë, paka shumë Niko, mi jam një Jakova është mi jam një mahul, paka shumë kush është familja Jakova në përgjësi? Të shti, me që njofim na, të partë tonë kanë ardhë në fund viteve 1800. Bogër? Një aty ku jena nësët. Edhe gjyshi ka kënë kola, që unë të rëshikoj emnin e ti, e ka pas 4 djemë. Baba ka kënë i pari, Agja prek i dyti, një madhi prek Jakova, Agja ndëc, edhe Agja qesk. të cilët janë marrë 3 herë, këta i di që janë marrë me artë. Pa tjetër. I pari... Agja prek kompozitori, Agja qesk mësus kitarët, kontrabasit, i kara kontrabasit, etjera. Një kjo ka kënë familja jonë. E cila ka... Mandena, baba edhe Agja qesk kënë martu, unë jam veti dyti vla, Agja qesk ka lanë 3 djemë, na shkoj marrë e mirë, një aty ku na kanë lanë partonë, një aty jetojnë për zhvishtë. Vjen njerë zakonisht mirë, sepse Nikolini të shti ka vit edhe djalin, edhe ka transmetu dhe të djalin. Pa tjetër. Edhe përveç se është ba fotografi mirë, njosi mirë kompjuterit, mund vjen mirë se Dominiko është ba dhe kantari mirë. Na po kapim i 100 vjetorin e fotografisë si familje. Janë 130, edhe 50, duke 4 bilet, si 4 edhe është gja ma dhe më vjen mirë. A ka Niko, a ka djali, ka prirje? Pa tjetër. Jam të folë në sensin e teknikës fotografike, se kështu e njëftë është të kuptaj, pësi. Unë bile, ka pak për jelëshej gjanët djali. Po, sigurisht, edhe më vjen mirë se... Unë duke lëshej punin, gjanët që janë me nga ma shumë, jalla djali. Po, sigurisht, edhe mirë. Banë edhe lumë djali që të ka dhe ti që e ke djali, në vjen mirë se e ke djali mirë e të arrujtë zoti. Po, unë do ishte me thonë se ti paka shumë gadi i ke arritë të 2 kohat, të 2 epokat, pra
edhe të komunizmit, socializmit, demokracisë, edhe të ekonomisë tregut. Si njiheshin ekonominë e tregut, në sensin... Ekonomia e tregut është shumë ma mirë sa ndër. Po, shumë ma mirë. Fjarë sa shumë ma mirë, por flasim në duke bashkanjit paksale, 3 dite në sensin flas të cilësisë fotografisë, sepse po të kthehna mrapa për në retrospektiv, aty ka predominu fotografia bardhëzi. Po tjetër. Të shti ka disa risi tjera të cilat do të mjë përshtat anës kompjuterike. Shumë e bukur, edhe fotografia bardhëzi. Shumë e bukur. A ka kërkesa për këtë lloj fotografie? Ka. Jo shumë, po ka. Për sot rinia po bëjnë fotografia të bukura? Jam dakord se të po vim tek ja që po bëjnë bukura, po kam frikë se edhe ju fotograf që janë, edhe këta që janë, sot janë cilësor, janë edhe shumë, a rrezikon në i fije biznesin, kja puna të bamunit për e trive jashtë juridikcionit të licencë fotografit e bukura? Ja. Nuk ka në i rrezik kja? Për me unë që ekonomia tregut i ka të të ndreshtit në fusë. Sander, gjithë shka për zhvillohet. Pa. Edhe kuptohet, edhe brezat po rriten. Edhe po mësojnë ma mirë. A mund të rritet një brez pa u rrit fëmija? Nuk mund të rritet. Ja flas të pasioni, a ka brezeria, a ka pasionin për fotografinë veç për hobi, apo për dorë edhe për anë komerciale? Kryesisht është për hobi. Për hobi. Kryesisht është për dëshira tyne që kanë. A vinte ti minimu për nejsën? Po tjetër, po tjetër. Po si ma? Po thoj za me i la filmat, ata slahen ma, se janë aparaturat të shpo. Po tjetër, gjithë shka. Me shkarku fotografiat, me fut celular. Aha. Shumë gjana. Ka nostalgji për shembull për emigracionin, të cilët kanë lanë familjet, kanë lanë prind, nuk i kanë ma, vinë i kujtojnë, bojnë fotografia për ta. Po tjetër. Ekziston kjo. Po atin se sa kaseta martesash të viteve të para, se video të hine në Shqipni mas viteve 1992. Po. Edhe në vitin 1992 e mrapa pat një bum kërkesash për gjyrime me video. Po si? Filmike. Mirë po sot tash ata dojnë me i konvertu kasetat e videove vëse, me i kalu nër DVD-na, nër flesha, për mi pa nër kompjutra, nër televizora, se alla televizorat kanë avancu, Si të ka gjithë pikërisht kja që po thoni të shju, pjesa që unë shofë në dugajtu i korribë, e gjë shpesh bashkë, unë shofë mjetet të cilësisë në altë teknologjike që janë step by step shkojnë pra me kohën se ti kënë rrë 2-3 herë për më ardhë deri këtu. Si je ambientuat shpejt Niko me këtë lloj teknologjie për aparatit bardhëzi të ju lanë tërë, kena dalë të në formë tjetër? Një ashtu është, fiks një ashtu. Na dollë me privat në 1991, me 16 qershor. Edhe vazhdume me teknologjinë bardhëzi. Po si? Në 92-shin, pa hi gjatë, fillu me teknologjinë me kolor, me ngjyra. Aty pati bum kërkesash, sepse populli jonë ishte i etun për fotografinë me ngjyra. Edhe fotografia me ngjyra ishte pothuajse analoge. Ndjedhje me? Me teknologjinë. Okej. Analoge pra. Me film, mu zhvillu filmi, mu zhvillu letra, mu tha letra, e tjera. Por procesi veçantë ishte ngjyra, që do t'ju bashkangjite. Pra, teknologji analoge. Vazhdume për disa vite me teknologjinë analoge me ngjyra. Gjatë saj kohë filloi me hi teknologjia digjitale. Digitale do të thot me aparatura më të vogla i fije, po më të sofistikume, apo me njëta aparatura? Më të sofistikume. Ka kënë viti 2020, që na i kishim pa në vitin 1998, edhe na u dukshin që shumë parakoshme,
Po si? Kurse në 2001 unë fillova me teknologjinë digjitale. Aja ishte diçka shumë ma përparume. Dha rezultatin e vetë, fill. Pa tjetër. A pat njerëz të ditun që kishin ardha i bishin dorë për para këta, sepse dashe pa dashe për ju ka një diçka se se keni ditë. Pa tjetër. Kanë ardhur, kanë trajnu, apo... Kena pas trajnime, pa tjetër. Kena pas trajnime prej të hujve. Prej të hujve. Po si Gjerman, Angles, Grek. Po shef. Po si ka diçka pa njoftën për ne. Dhe Tirana ka paraprin këtë sistem për para rrethave tjera, ku kanë ardhur aparaturat, ki kene najt atenti me i marrë një shkodran të para, po... Ja, Sander, kanë 2 pajisje në Tiranë, edhe treta kam pasur në Shkodër. Bukur. Ka pas Reli edhe Veseli në Tiranë. Që janë... Edhe unë... Ne, me në Reli, për shumë, edhe unë e me Shkodër. një njoftën, bravo. Ata mund të kenë ndoshta ma pak se 5-6 muaj. Mrena 3-4 muajve kam pas sallonë. Bukur. Këto lloj aparatura është një përveç, dhe më thonë tradicionales me ba fotografi. Ta qiten punë për me përdorë edhe kompjuterin, për me ba banera, për me ba kartë vizita, pra ushtu gama dhe asortimenteve. Tana në është me mësu. Me shoke, me miq, është ka pak, tana i kena mësu. Po, unë kam përshtypjen se ju keni edhe shtesë tjetër e cila i takon infrastrukturës të dokumentacioneve për mranda, për tapina, për viza jashtë shtetit, për patenta. Po tjetër, gjithçka. Kjo ka ashtu punën. Dokumentacioni ka një pjesë në veti. Po si? E fotografia, kuptohet, ka një pjesë në veti. Ju keni licencë dhe powerin për mi bate tana këta pa pas nevoj me... Nuk ka damje. Bukur fort. Dugaja ju që keni në pjatë sot, Po. është në qira kuptohet, për dokumenta, për raste shefit, për gëzimesh, për ceremoninat ndryshme zyrtare, e tjera. A je i knaqën me punë? Shumë i knaqën. Bukur fort. Për këtë, e shof që ti ke marrë dhe punëtore aty dhe vjen mirë që sepse nuk ashtë pak me rujtë emnin, nuk ka pak me rujtë traditën dhe është gja madhe për me dërë në ekonomi të tregut dhe me kanë sepse risku sigurisht që është maj madh edhe me thonë drejtën në Shkodra është ardashse, sportdashse, tana e vlerëson bukurin, e vlerëson fotografin, e vlerëson... A ka null në i herë me pasën në dogaj klienta, si që është klienti, edhe në shqimë social, që si pëlqen fotoja, jo po të edu kështu, ma ke ba kështu, pëse s'ma ke ba kështu. Ka raste që duhet mu marrë nështë edhe me klientin? Shumë të ralla, edhe kja vjen prej atyne që nuk kanë kulturë për fotografinë, sepse mundojnë se me i butën mund bëhet gjithë shka. Mi që të gjithë shka shkojnë mirë, klientat janë knaqur punën, mundojnë me java maksimalisht. Absolutisht, po, është diskutohet e. Një kjo është që na ne mundësi me vazhdu dhe me ecë për para. Po tjetër që edhe dyqani, si me thonë, qendër pjasi takon një emnit tillë dhe e ka justifiku, dhe me thonë edhe... Gjithsa, po. Sa vjetë u banë pjasë, Niko? 1974. Ja, flasë aty ku ke dugojnë ti që jeti punu për vedi. Aty ku jam sot jam qysh 1996. Bukur, i thojnë, gati 30 vjetë. Bukur, je thif, je po s'ka rëndësi. 30 vjetë po bajnë diku ka marci. Thënjat janë fisnikri. Ka qëllu me të fotografu në i herë kur shtyret, ka thanë, qesh Niko, në i herë, si e një, par i fotografit tjetër. Jo kur ke fotografu ti, po kur kam fotografu unë, po thonë. Por në shfaqet e mija në i herë, që gjatë shfaqet... Në më sprit, ata ja, po përshët, kam kapë në dorë, kam lartë s'keshin, jam kapë me ty edhe abin dreshin të salë. Unë rrishe ma aparat godi, shkrepe Niko, shkrepe Niko, sepse për hirë të vërtes Niko, jam gaba disa fotografia të mrekullushme. Ma me ata ishin të improvizu me për momentin? Ate për momentin, në cilat të nërruj albumet, të cilat janë një pasunie emja dhe një punë shkelqyre Nikos, edhe për këtë jam zakonisht shumë mirë njohës, po unë deshta me thonë, një jetët tanë është gja madhe, është dhe satisfakcion edhe kam partner që të kam mikë, por
Mos ndoshta Niko me tanë këtë background, me këtë do me thanë bagazh, ka ardhur koha me hapi ekspozit bukur fotografike? Po, edhe të shpa me ndaj, Sander. Edhe he? Të shpa me ndaj, këtë që thuti. Ja, se kam përshtypjen, ata e din mamin se kërkush e din ti. Po. Edhe aktori, kur vjen në një fazë, duhet me bërë recitalin e jetës vetë artistike. Edhe ti je një produkt edhe rjell nga një familje e nërume, të cilën e ke majt në traditën, por problemi është se edhe në sensin profesional, një ekspozit, kishë me thanë në fotografike, duhet mu promovu vende ka në Shkodër, mundësi ka edhe a je qefi numizmatiks për shembull të mjeteve fotografike të ka hershme e deri në ditët të sotme, apo je seleksionues vetëm i vendës? Përveç se aparatave të babës që ka përnu baba, edhe të mit, askur gjatë tjetër. Ashtu, Ja. A ka njerëz që i ruajnë aparatet me kalimin e kohës? Ka. Po, askur gjatë nuk është të tynje. Pavarësisht se ata mund të kenë në vlerë monetare. Basi? Unë ruaj gjanet e babës tem edhe të mijat. Ja, thash se ka njerëz që i ruajnë. Patjetër, ka. Kam shokë e miq që kanë koleksion makinash fotografike. Bravo. A ka mundësi për shembull me na shpjegu gjithmonë kjo se din cilat aparatura jo këta që janë sot. Aparaturat ose cili shtet Gjermania, Francezi e zjanë, të janë ishte aparatet Kodak ose Nike, Leica Gjermania, aja ka njishi edhe qëndër njishi. Në lidhje me, tonë aksesor që ka, pastërtin, makinë fotografike. Pa për aparati? Aparati fotografik, është maj mirë në botë, është Leica. Gjerman. Perëndimor. Bukur fort. Sot Gjerman. Ta aparaturat tjera, për shembull, njëna Mandena, që na nuk kena pas një vëri, kanë ardhur dhe japonez. Tjetër, japonez janë të mrekullueshëm, të hatashëm. Me Nikon, me Canon, e tjera. A ka ndodhur me pas ndonjëherë kur ke ble mallin, po ose këta mjetet e punës tande që ke ble, në flasim në kohën e ekonomisë tregut, përveç se janë të sofistikume me pas edhe defekte gjatë punës tuaj. Edhe ata që jetë specialistin për marrë me i godit. Na kena pas kryesisht problem me tensionin, me korrentin. Ma se më thuj edhe generatorat se kena pas... Sa dush generatora, sa dush. Po si, me korrentin, aja zonë me sa di unë Shkodër është zona ma defektoze. Atu ku jam mundësat, po na flasim për mirëmajtjen e aparaturave, pa, gjithmonë. Ne kena pas shumë probleme për para. Sot është thjeshtuse, është thjeshtue dhe puna. Po si? Për para kena hek shumë keq, sepse luhatit e tensionit kanë prish pajisjet, sidomos elektronike. Po si? Edhe mandej gjithmonë të bashkëpunu me Kodakun. Kodaku ka trajnu specialista jashtë shtetit për këtë punë. Po si? Gjermani, po në Gjermani kërësisht i kanë trajnu dhe mandej kanë ardhur, kanë riparu. Ashtu, Po si. Po shumë mirë. Të është i gjithë qatë që në Dugan ekziston normale? Gjithë qa është mirë. Më vjen mirë se për e këtë parë, ma për para më the përsaj për këtë dikur kur është inqizun në Betagam, mande ka kalu në DVD, të është në digital, i ke aparatura që i këthën kasetën në CD ose në chips, janë që ja o ke marrë dorën me dashtë, për shamull me dashtë, unë që i kam trujtën a dysa në DVD, me i këthy në... Unë ti pa të ba ty do kaseta që ti havën... Ti mi ke ba mu, po du mi kalëzu këtë në unë, se për mu, që mi ke ba mu, s'ti kalëzajta në të që. Ma ke për ujto. Ja, marrë. Ja, po qeshi, sepse i ke ba dhe janë në gjendet jashtë zakonshme dhe një pjesë e asaj arshive dhe të transmetohen herë mas here edhe në përmjet e podcastit tonë, sepse të shkena dhe një connection njëhen na, edhe ma të fort me televizionin që është hapiri IBC në Shkodër, kanali 1, edhe gjatë të bashkëpunimit me ta
Edhe unë jam I lumtur sepse do ta pasurojmë edhe televizionin tjetër edhe studia më rëndësi fije edhe më të veçantë do të ketë herë mas here personalitetet të qytetit tonë përveç politikës nga të gjitha fushat edhe jam I lumtur që sonde jena këtu bashkë edhe shtjellu me një risi, sepse për hir të vërtet se Shkodra është kampion I kulturës të fillu të fotografia, si që thash në fillim, të tana zhanre, të talentet që të mentaliteti shkodran për qefin, për humorin, për gazin, për jetën, për shumë gjana, të cilat duhet promovu sepse ka shumë njerëz që kanë punu shumë edhe me thanë drejtën punë të ditës, sistemi I ardhën I kalon paksa mazdoret. A keni pas në herë, Niko, në thirrje për mu promovu, për mu financu, për mu supportu ndoshta nga shteti, ose a keni atë lloj forcet për me kriju një sindikat e cila për një gjë që mundet me unimu me qu zanin për shembull në struktura shtetënore. Ja. Nuk ka punë që I bëhet, Gjithsa me forcat tona. Jo, shumë dakord se ekonomia tregut Nuk kena pas. Nuk keni pas edhe nevojë. Në raport thame me qytetet tjera, bje fjala, a munda me ditë, për shembull si është grada, po thona, fotografëve në Vlorë, në Tiranë, me Shkodrën. Gjithçka varet nga gjendja ekonomike. E ati që ja konsumator thonë? Ati qytet. Ati qytet. Shkodra është shumë ardashë, Po. shumë e dashur me fotografinë, shumë e apasionuar. A shef? Po gjendja ekonomike nuk është e mirë. Po ka herë njerëzit para se me thonë tasit grosh nuk lanë, nuk I bjen mend për fotografi, po me domania. Ja, krahasim me qytetet tjera, Shkodra është mrapa nga gjendja ekonomike. Jo nga dëshira. Ndoshta nuk e bëna pyetjen mirë unë, po jo se s'ekziston kjo që thoni ju, unë tham raporti, standardi intelektual, infrastruktura, ose intelekti për me ka një fotograf bashkohor I shkodronëve fotograf në raport me fotograf të qyteteve tjera, kisha më thonë, I kanë bë ata bravur për ekspozita, po thona, kanë sensibilizu publikun, se unë njëf për shembull shok një reporter, po. Edhe rrethet tjera kanë ecë më fotografi. Patjetër. Korça, Berati, Elbasani, Durrësi, Vlorna. A shef? Po si. Bukur. Niko, si njihet Nikolini me aparat në dorë 50 vjet, se gati 50 vjet janë bë. Nuk po shtaj po më janë bë Sander. Janë bë pastaj. Po, nuk janë pak 50 vjet. Po. Me kanë me aparat dorë, si nin vetit ke pa aparat janë bë diçka e pa diskutueshme jamja. Nuk po si vesha. Si me thanë me të mungu diçka. Po si? Një vesh në trup, a din, kështu që aparati është një me mu. Ke pas raste me vizitu edhe kufive e me punu me aparat tanë? Po si marë. Ke pru aparat, ke pru punime? Greqi, Itali, po tjetër. Ke ka niftum në i herë, në i simpozium, në i kongres, në i... Ja. Në raste gëzimit familjare. Bokori, ke shku. Që emigrantat tonë, që kanë emigru me vite, që në Itali, si në Greqi, kanë shku, kanë ba shërbimin fotografik. Qa ka një pik esenciale gjatë të jetës tane që ke se kjo është një rrugtim bajagi I shëndritshëm edhe nuk ma mërmenja se krahas satisfaksioneve të kamet në istën peng që se ke ba. Apo peng ka met që s'ke I lanë gjanë po a ban. Ha pra, ja, me thënë drejtën, gjithë që kam pas dëshirë, gjithë që kam ba. Bukur, ato me dhe I gjanë interesante që e ke në memorjet tane në I fotografi që e ke ka pështo avoljo në hava dhe ka metë si simbol, se unë insistoj aty të aja ekspozita, e kam marrë unë ma fort se ti pas të një ekspozit t'ju. Ashtu kam shumë gjana që kam ba. Pikante që kanë metë, në sensin artistik.
Marak nuk më ka me gjatë, Sander. Qa s'kam ba, qa s'kam fotografu. Jo mos se dakord me ty jam, por shumë mu me mvet për rolet mundet me t'i kallzu, edhe mundet me met marrë qa s'kam ba. Prandaj po tham mos kena një ngjarje, qoftë pozitive, qoftë negative, që ka ba përshtypjen në këtë rrugtimin tim, janë disa pyetje që ka herë janë rutinë, shtamp. E kupton? Që kam qa po ba. Dakord, ma mirë. S'po na nin kërkosh më deri në zakon Ja, kam kërkuar. Po mirë boll. Deri në majit Verboshit e deri në Butrint kam fotografu. Po dash me kanë modesti, e po dash me Kuptohet, kam fotografu demokraci. Po mirë më rregull. Se përpara nuk kena mujt. Është më kollë me fotografu në demokraci se atëherë, se edhe për i fotografi që me të shku dora ke shku me gjithë fotografi. Përpara? Ha? Sa flet Po më i këtë para pa thamun. me fotografuj makinë të huj. Ashtë dhe pra që kom dole se dhe shta paka shumë me të pytun, po si nihet po tham Niko jashtë sot. Në tanë këtë. Është gjithë shka më Sander, shikja. Ja si nihesh në raport me fotograf tjerë. Se gjithë se cili ka identitetin e vetë, dikush është aktori humori, dikush është dy planeve, dikush ke ba... Na, Sander, edhe rrethet tjera habiten që na shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Na ndihmojmë njëri tjetrin. Bravo, është gjë e madhe. Mu mungon diçka, shka e marrë një kolegu i mungon diçka tjetër, si po e bajmë i këtë, si e bajmë i këtë, pra na kena një komunikim Corporation. shumë të mirë me njëri tjetrin, kështu që raporti është i përkryer. Qa ka hobi Nikolin Jakova, kërhas fotografisë, që e fettuja? Mas ma përmend renen? Sportin, futbollin, ja të ndeshje që i shofim. Ata i shofim na, bile njote. sot ke lan pa Manchesterin, ti po të për pagun. Edhe, gjithsesi, unë e di si disa prej hobeve tuja ti njof, po në sensin ke nëj plan për të ardhmen, përveç asaj ekspozicë. Se ti s'ke për të lanë këtë punë, këtë po të anë punë me firmë. Ti e gati si punë e me që thëmë nuk e baj ma, e baj përpi shfa që Normal. Nuk të lenë profesioni si e rrit me te. Ashtu është. Kene i disha në plan për me ba, për të ardhmen. Po ti që më thanë për momentin. Je i plotësuar pra me tanë këtë rrugtim? Sander, nuk po mungon gjatë, Sander. Dakor. Po fotografoj qfaqe, po fotografoj dokumentacion. Je i pranishim tana evenimentet kulturore, njerëzore dhe që ka qyteti jonë. Artistike, kulturore. Vjen mirë, me shnetësie, Faleminderit mirë deri tash. bukur, edhe mu vjen jashtëzakonisht mirë, që Faleminderit. s'kam shoke dhe te pata sonde në studio, ke nej porosi për brazin e rritë ja fillu prej djalit e tanë të në që marrin përsi për mu ba fotograf të këti niveli. Brezi i ri, porosia vetëm është me dasht punën. Unë është me dashë, vetëm fotografi do me dashë, që Ja. kanë pësu me i fitu pare Çfarë do 400. profesionit, Sander? Çfarë do profesionit? Dakor. Sepse është ma mirë me punu në vend tanë, se sa me emigru e me shku në për Europë e në për Amerikë, atje nuk gjenë as nanë as babë. Pra, kjo se ti i shtengon shpatullet edhe punon në vendin tanë, kjoft edhe si këta djemë që janë të punu këtë sonë dhe mendoj që është ma mirë. Unë të du fort, të falenderoj që ke i pranishëm në studio të Faleminderit për te, Sander. Më duket se biseda në rëshiti bukur edhe dashur miq spektator, ky është Nikolin Jakova. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, ju la takim në podcastin e 4, ku do të kemi një tjetër personalitet bashk, miru pafshim, natën e mirë. Faleminderit.